Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një nga hyneshat më të suksesshme të vendit, një emër të cilin ju shpesh e keni parë qoftë në media, qoftë në aktivitetet të ndryshme. Sonte me mua është Shqipe Mjekiqi. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë në emisionin tënd. Pas sonte këtu tregom si po ndihesh. Po ndjehem mirë, është hera e parë që po takohemi, patëm një bisedë shumë të mirë edhe jashtë emisionit, kështu që po besoj që edhe emisioni do të jetë i atill. Besoj që po, të prezantova në formë të përgjithshme si një emër që pothuajse të gjithë e njohin për shkak të aktivitetit tënd publik, por që së fundi jeni bashkuar zyres së kryeministrit si eksperte jashtme. Një lajm që ka qenë kogja i bujshëm këto ditët e fundit dhe po besoj që është një pozicion që po ashtu do t'japësh një kontribut shumë të veçantë bazuar në ekspertizën tënde profesionale. Uroj të jetë ashtu, do të mundohem maksimalisht. Sonte bashkë do t'i hapim kartat e jetës tënde në 3 perspektiva, për te gjithë punës publike që ke bërë, publiku do të ketë mundësi të të njohë pak më thellë si personalitet, si Shqipe, por para se të vim tek hapja e kartave, dua të të rikthej në retrospektiv, si ka qenë Shqipja kur ka qenë fëmijë, çka kujton nga ajo kohë? Fëmijërien time e kujtoj si fëmijëri të qetë, të rrethuar me dashuri familjare, kryesisht të prindërve dhe të 2 motrave të mia. Fëmijëria ime ka kalu në kohën më të madhe duke eksploruar gjëra të reja, isha kurioze, dëshiroja të mësoja gjëra të reja. Shkoja në kurse të ndryshme në atë kohë të gjuhës angleze dhe kisha dëshirë të mësoja piano, shkova dhe një kohë në klasat pianos. Kisha dëshirë të krijoja shoqëri të reja, ndrova, kalova shkollën nga shkolla Dardania, një kohë në shkollën Ismail Qemali, u adaptova mirë, bile e parë si një diçka shumë të mirë. Ndryshimin e shkollës për të kriju një rreth më gjerë. Mirë po, fëmijëria ka kalu edhe me disa sfida, duke qenë se unë fillova klasën e parë në sistemin paralel të arsimit që i kishim në atë kohë. Edhe më desh të fillojmë, sikurse edhe shumë bashkëmoshatarëve në atë kohë, të fillojmë mësimin në shtëpi private të shndërruara në shkolla. Edhe mbaj mend që ata fëmijë që kishin shtëpi në atë kohë naftonin edhe aty zhvillonin mësimin, unë jetoja në një banesë, kështu që nuk i kishim në atë kohë kushtet për t'i thirrë një ditë gjithë nxënësit e klasës, po di që kemi shku në shtëpi të ndryshme të bashkëmoshatarëve dhe aty kemi fillu shkollën. Mandej filloi kjo periudha kur u hap qasja disi në për shkolla, po e di që kam shku në shkollë nga ora 4 masdite deri në orën 7 ose 8 mbrëmje. Kështu që këto kanë qenë vështirësitë e asaj kohës, po në përgjithësi, ndoshta për shkak të vullnetit madh dhe kushteve familjare, ndoshta kjo dashuria që ka qenë prezente etj, ajo rezistenca e përbashkët që i kemi bërë si shoqëri. E gjithë kjo kujtoj që na ka ndihmu me i tejkalu ato periudha. Ju keni studiuar për shkenca politike dhe jeni gjenerata e dytë që kur ka filluar funksionimin edhe dega e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës. Pse vendosët pikërisht shkencat politike? Të ka lidhur diçka ky profesion me të kaluarën tënde me fëmijërinë? E ke pasur si ambicie prej fëmijë apo ka ndryshuar me kalimin e kohës? Unë në vitin e fundit të studimeve shkova në SBA për një vit exchange që quhet, edhe kisha dëshirë shumë të madhe. Madje më kujtova të aplikova për një bursë në Soros, në atë kohë Soros i jepte bursa dhe nuk e mora bursën, nuk u pranova, ishte një gabim cilën unë e kisha bërë edhe disi nuk ja falja vetës pse nuk arrita ta marr bursën. Dhe prindrit e mi duke e pa dëshirën e madhe për të shku në Amerikë, më thonë që ose ke dëshirë, atëherë do të krijojmë mundësinë për të shku edhe kështu, do të thotë ata ma mundësun që të pagua një organizat, në atë kohë kishte disa organizata cilët mbledhnin shumë student nga këtu dhe i çonin për një vit në studime, në shkollë të mesme në SBA. Edhe në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme, po. Në vitin e 3 të shkollës të mesme, në fakt, edhe kur e përfundova unë, kisha dëshira të ndryshme për të studiu. Kisha dëshirë të studioj arkitekturën. Edhe gjatë kohës sa isha atje në studime, mora disa lëndë vizatimit teknik, lëndë të ngjashme, cilat do të më përgatisnin më mirë për të hyrë në provën pranuese edhe për të studiu arkitekturën.
Edhe në ndërkohë, just se u ftoha nga ky profesion, po fillova me eksploru edhe profesione tjera dhe thash do të shoh ndoshta mundësinë për studiu gazetari ose ndonjë shkencë tjetër shoqërore. Edhe unë u ktheva këtu në Kosovë në përfundim të vitit të tretë, po në fakt e përfundova vitin e katërt, sepse atje e bëra një kalem nga viti i tretë në vitin e katërt, ata e konsideruan që kisha kalu disa landë dhe nuk ishte e nevojshme që ti përsëris disa prej tyre, edhe përfundova dhe erdha si 17 vjeçare, u ktheva dhe tash kisha me marrë një vendim që ishte jo i lehtë për të vendosur ku do të studioja. Vendosa që arkitektura nuk ishte më ai profesioni që unë dëshiroja të kaloja kohën më të madhe. Gazetaria në atë kohë nuk ishte se kishte shumë mundësi për ta studiu. Shkenca politike ishte diçka e re si profesion, edhe unë thash pse jo, të shkoj në shkenca politike. Jo me synimin që të bëhem politikane, gjithmonë kam qenë më tepër e orientuar ka shkenca. Edhe doktoraturën e kam bën shkenca politike, gjithmonë e kam konsideru që angazhimi do të jetë 50-50. 50% angazhim do ta kem në akademi edhe 50% do ta kem angazhim në politik, po gjithmonë në prapavidisi, jo direkt e kyçun. Ma tepër po në punë profesionale, të këshilltares ose të konsulentes e tjerë e tjerë. Kështu që kjo është pak e rastësishme do të thosha, po mendoj që kam pas zgjedhjen e mirë. Jashtëzakonisht interesante periudha se si ke kaluar nga dëshira për studiuar arkitekturën tek shkencat politike, nuk është që ndërlidhen fort me njëra tjetrën. Jo as pak. Po megjithatë e ke menduar ndonjëherë që të hysh politikës direkt? Ani pse një periudhë po e kam menduar në një kohë, Kam menduar në një kohë që do të angazhohem, edhe për këtë kam punu, por mendoj që nuk ka qenë domosdoshme, do të thotë, do të mundohem të jap kontributin tim, qoftë në institucionet publike, qoftë në parti në atë kohë, por jo domosdoshmërisht, do të thotë atë sa ka nevojë për kontribut, edhe mundësi, por jo me çdo kusht. Mendoj që ka dhe forma tjera ku njeriu mundet me dhanë kontributin për Në gjithë këtë rrugtim të rëndësishëm profesional si një vajzë e re, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me cilat ti e përballë? Sigurisht shkosh në një moshë shumë të re në Amerikë, nuk ka qenë e lehtë në atë kohë dhe jo fort e zakonshme krahasuar me tash. Çka kujton nga sfidat? Nuk ka qenë as pak e lehtë për shkak se si fëmijë, meqense se nisëm diskutimin nga fëmijëria, si fëmijë nuk kam pas dëshirë të largohem shumë nga shtëpia. Kisha motrën e madhe, Mimoza, e cila kishte dëshirë të kaloj disa ditë tek halla, tek familjarët tonë, po unë isha ajo që në mramje kisha dëshirë të kthehem shpe. Edhe hera parë që u largova nga shtëpia, ishte mosha 16 vjeçar dhe i hip aeroplani për të shkuar në Madison, në Ohio, edhe nuk e njihja familjen. Madje në atë kohë kur kam shkuar, kishim probleme në vitin 2001, konfliktin në Maqedoni, ambasada amerikane atje nuk lëshonte viza. U desh të shkoja në Hungari për ta marrë vizën, u vonova, sa atje fillimi i vitit shkollor ishte në gusht, edhe gjitha këto i bëra me vonesë. Edhe kur shkova atje dhe fillova tash mësimin, unë e kisha mësu në kurse të gjuhës angleze, anglishtën britanike, edhe atje fillova mos me i kuptu disa gjana, se theksi mu duke që po flasin shumë shpejt, theksi ishte më ndryshe. Edhe ka pas raste, për shembull kujtohet një rast, kishim një diktem edhe arsimtarja në atë kohë thot period, që nuk kupton pik në amerikanën, në anglishtën e amerikane, por period unë e shkrova si fjalë period, sepse kisha mësu full stop si pik në anglishtën britanike. E ka pas disa vështirësi të vogla, po natyrisht që shumë shpejt kam arrit me i tejkalu ato, mandej kisha dhe disa vështirësi tjera sa i përket familjes, isha në një familje, ajo familja i kishte vështirësitë e veta, nuk arritëm me u ambientu as unë as ata, u desh me ndru familjen, gjitha këto do të thotë është dash me i bo në moshën vetë, në moshën 16 vjeçare, me kërku vetë familjen, me gjetë vetë, po mendoj që kjo përveç që ka qenë sfiduese, gjithashtu edhe më ka lit ma tepër për ka rrit për jetën emocionalisht më shumë për jetën. Tani është koha që të hapim kartat e jetës së saj, e dashura e gati. Besoj se po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Ku të duash, në fillim, në mes, në fund, ti e zgjedh. Ja, kjo. Hajde, ti e nise me mesin e ortë.
Në lidhje me atë që sapo diskutuat, çfarë ju ndihmon? Njerëzit, situatat apo rrethonat? Në të kaluarën tënde, në gjithat rezumen e shkurtër që e bëm, por jo vetëm, në situata të caktuara, çka të kanë ndihmuar më shumë? Njerëzit, situatat apo rrethonat? Konsideroj që çdo vendim të cilin e merr duhet me u marr në kuadër të kontekstit në të cilin je. Prandaj asnjëherë nuk mundohem me shkput veten prej rrethonave ose kontekstit në të cilin jam. Nuk është që nuk marr këshilla të njerëzve të tjerë, por mundohem me analizu gjendjen ashtu si është dhe në bazë të asaj gjendje me marrë një vendim që unë e konsideroj është vendimi më i mirë. Që i bie Që i situatat bie e rrethonat janë më të rëndësishme, konsideroj unë, se sa njerëzit. Jo që janë të parëndësishëm, por mendoj që individi duhet vendos në kuadër të rrethonave dhe Fole kontekstit. për vendimet, për vendosjen e diçkaje. Të kujtohet në të kaluarën tënde që ke marrë ndonjë vendim të gabuar ose që sot e cilëson si të gabuar kur e kujton? Unë i analizoj gjanat, ndoshta ndonjëherë edhe i stëranalizoj. Edhe nganjëherë mundohem me e kufizu veten, mos me i stëranalizu shumë, po i mendoj shumë mirë. Ndoshta për momentin mund të duket për të tjerët, azan për rrethin familjar ose shoqërinë mund të duket që është vendimi jo i duhur, po me kalimin e kohës del në shumicën e rasteve të jetë vendimi i duhur. Unë bazohem kryesisht në ato që ka ma thot ndjesia ime, edhe ndjek atë ndjesi kur marr vendime natyrisht duke, siç e thash edhe më parë, duke i marr për bazë dhe rrethonat në të cilat jam, por me kalimin e kohës vin nganjëherë njerëzit edhe më thonë, kishe pas të drejtë. I bie që nuk ke marrë ndonjë vendim të gabuar. Unë Ose nuk cilëson. nuk mund të them që kam marrë ndonjë vendim të gabuar. Unë mendoj që edhe nëse merren vendime të gabuara, nuk është diçka e keqe, po pritjet nga vetja zakonisht i kam pas shumë të mëdha, që unë duhet të bëj zgjedhjen e duhur, që unë duhet të jem e përsosur një farë forme në ato çka e bëj, edhe kësaj kam lënë vetes pak hapësirë për të gabu. Po mendoj që do t'ishte mirë, t'isha një person që ja lejon vetes pak të gaboj, edhe ta pranoj gabimin si diçka që mund nxjerr mësime nga ajo, për vendimet që i merr në të ardhmen. Kështu që nuk ka asgjë të keqe, po mendoj kjo është pak një trysni që ja kam po vetës që duhet gjithsesi me qenë vendimi më i duhur. Unë në shkenca politike, kur flasim me student për vendimet që janë moralisht të drejta, nuk ka një shablon që ty të thotë se ky është vendimi i drejtë, po ti duhesh me ndjesë se ai është vendimi i drejtë. Ndoshta me kalimin e kohës mund të dalë që nuk ka qenë vendimi i drejtë, po të paktën ti në bazë të analizës në atë kohë dhe në bazë të informacioneve që i ke pas, ke mendu dhe ke besu që është vendimi i duhur. Edhe kjo është e rëndësishme. Interesante. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë. E pranishme, okay. Mendoni për sfidën, problemin apo pengesën më të madhe me të cilën po përballeni aktualisht. Këmbani ju përgjegjës për atë sfidë, problem apo pengesë dhe pse? Në aspektin personal ose profesional, kudo që ti do të përgjigjesh. Nuk them që s'kemi sfida. Sfidat janë të përditshme prej mëngjesit kur zgjohem. Duhet t'i përgatis mëngjesin zakonisht e kaloj duke bo gjana për fëmijë. Po jo vetëm mëngjesin, po edhe pasditën. Edhe nganjëherë them ndoshta nuk po mund të bëj atë sa dua, nuk po mund të lexoj atë sa dua, nuk po mund të bëj ndonjë aktivitet atë sa dua për shkak të përkushtimit që e kam ndaj fëmijëve. Natyrisht. Gjithsesi mendoj se kjo ja vlen, sepse ka pas një kohë kur unë kam pas kohë më shumë të bëj gjëra rreth vetës, edhe uroj të shpërblehet në të ardhmen. Mirë po këto ndoshta janë pengesa të vogla, do të thosha, shqyr jo diçka e madhe. Pra, nuk është diçka konkrete me cilën ti po përballesh aktualisht, që mund ta konkretizojmë. Nuk mund të them që aktualisht kam pas në të kaluarën, po aktualisht nuk mund të identifikoj diçka. Duket, nuk e di pse rezatoni që jeni shumë në paqe me veten dhe me gjithçka që na rrethon në këtë ambient kushtimisht ta quaj toksik që është bërë kohën e fundit. A do të thotë kjo që punoni shumë me veten edhe në aspektin psikologjik? Tash
Shqipja nga jashtë mund duket e qetë, po brenda ka gjëra të cilat zihen gjatë gjithë kohës. Po mundohem, tazëm nuk jam nga ata persona që them fjalën e fundit të parën. Ndoshta dikur arrin të mbushet kupa dhe aty mund të jo të shpërthej, po mund të jem më e ashpër me dikë, po zakonisht e diskutoj brenda vetës para se të flas me dikë tjetër ose para se ta vë dikë ndoshta në një pozicion jo të këndshme. Sa i përket asaj mundohem ajo çka kam kuptuar me kalimin e kohës është që kjo ndoshta që e kisha kjo stër analiza të cilat i bëja pritjet shumë të mëdha që i kisha për vete, ja mundu t'i kuptoj ndryshe që ka pas një kohë ndoshta kur është dash t'i arrit disa gjëra dhe i kam arrit, po tash është një kohë kur unë duhet ta marr jetën pak me qetësi. Edhe kohëve të fundit, ndoshta ka 3-4 vjet, dikush ma propozoi meditimin, edhe unë thash ta shoh çka është meditimi, edhe më pëlqeu. Tash mundohem, kur flasim me shoqe, mundohem i them pse nuk ndjehet mirë, ndoshta është në stres për momentin dhe i them pse s'po e provon një kohë të shkurtër gjatë ditës të bësh një meditim, edhe më thonë jo, nuk jam unë as si personi që mund t'ulem, t'i mbyll sytë edhe të meditoj të mos bëj asgjë. Po kjo është pjesë e trajnimit që ti ja bën trurit, që është okej nëse për momentin nuk bën asgjë. Se edhe gjatë studimeve doktoraturës i kisha këtë ndjenjen e fajësisë, ne e quanim guilt feeling, që gjatë gjithë kohës duhesh diçka me punu. Po është okej nëse ka një periudhë gjatë ditës kur ti s'bën asgjë, vetëm ulesh, merresh me veten, po. edhe nuk mendon asgjë, po ulesh nganjëherë edhe të shkojnë mend diku tjetër dhe thu kthehu tek situata ose gjendja prezente dhe kësaj mundohesh me një pauzë të shkurtër ndoshta gjatë ditës me ja kushtu vetës edhe mirëqenies tënde. Më herët përmende që ka raste të ralla natyrisht kur je më e ashpër ose kushtimisht shpërthen shqipja. Kur janë vijat e kuqe të shqipes? Çka mundet me të sjell në atë pikë? Atë që thash, nuk mendoj që njerëzit janë të pagabushëm, që mund gabojnë në raport me të tjerët. Po konkretisht çka të pengon, çka mundet me të pru në atë pikë? Tazëm, komunikacioni më irriton shumë. Unë nuk e kam problem të pres në radhë të gjata, madje e kam atë durimin për të prit. Po më pengon kur vin nga kthesat edhe kyçen kështu në mënyrë të pa rregullt ose diçka e tillë. E në komunikacion mund të them që jam më me pak durim, ndoshta pse pres që të gjithë duhet me i respektu rregullat. E këtu e humb durimin nganjëherë. Po përgjithësi jo, mundohem, do të thotë vetëm nëse nëse je në një vend të punës edhe ke presion shumë, dikush një epror që mund të punoj ndoshta ka dëshirë me i bë gjanat në kohë të fundit, unë kam dëshirë me i planifiku më herët, mos më ardheri me u stresu as njëri as tjetri. Edhe në ato raste mundet me qenë tepër ajo situata. Edhe një herë ke harru ndoshta me kry një funksion ose me planifiku diçka, po jo çdo herë, jo ajo me u bë pas pjesë rutine e punës pikërisht. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni. Çfarë zakonesh pozitive duhet të prezantoni apo forconi për ta realizuar ndryshimin që dëshironi? Si do ta bëni këtë? Kjo lidhet me atë që i thash pak më parë, ndoshta kjo stër analizimi i gjërave, do të kisha dashur që të punoj në këtë drejtim më shumë, që ti pranoj gjërat ashtu si janë, nuk ka nevojë të analizohet gjithçka. Po ndoshta kjo është pak një diçka që unë e kam kultivu me kalimin e kohës, duke punu në institucione, që kam pas ashtu një dozë ndjeshmërie. Kam punu për shembull në zyrën e presidentit të Republikës Kosovës 2006-2010, edhe atëherë është dasht me i marrë gjanat shumë mirë, ka qenë periudha e shpalljes pavarësisë, edhe rishim deri në ora 2-3 të mëngjesit, me i draftu letrat edhe me i dërgu ato tek personat përgjegjës të vendeve cilat kërkonin me na njoft pavarësinë e Kosovës, edhe u deshke me u siguru që çdo gjë bëhet në mënyrë perfekte, në mënyrë që t'i shkoj personit të duhur, që ta marrin përgjigjen pozitive etj, kështu që
Do shta dhe kjo është pjesë e gjanave në për cilat kam kalu, po kish me qenë mirë ma pak me i analizu gjanat në të ardhmen, mendoj që jeta do t'ishte ma e lehtë. Natyrisht. Folje për një periudhë të punës tënde në zyrën e presidentit që ka qenë kogja jetike për Kosovën edhe kogja sfiduese në të njëjtën kohë. Më thuaj një moment shumë të rëndësishëm në atë periudhë që ty të ka ngel në mendje. Qoftë pozitiv, qoftë negativ. Se sigurisht në zyrën e presidentit ka shumë momente të rëndësishme që ne publiku nuk i shohim në media, mirë po që ndodhin brenda për brenda. Po ka disa momenti shpalljes pavarësisë që është rrujt me fshehtësinë më të madhe, madje edhe në kuadër të zyrës presidentit edhe deri minutat e fundit, është nuk e kemi ditë që do të shpallet. Kjo ka qenë një prej momenteve më të mira. Shpallja e pavarësisë, edhe më pas gjithë procesi që është bë pas shpalljes pavarësisë, pra këto që thash, kërkesat për njohje, vendosja e marrëdhënieve diplomatike, udhëtimet filluan, takimet me përfaqësues të ndryshëm të vendeve, më pas ne nuk ishim qasje në ndërtesë të OKB-s, po edhe aty filluam t'i bëjmë disa takime në për korridore ose disa dhoma të vogla në atë kohë, kështu që gjitha këto kanë qenë momente shumë të bukura, po që nuk është se kemi pas një përvojë se si duhet bëjë gjanat. Natyrisht, kemi mësuar duke i bërë, po. Po sfiduese, diçka që ka qenë super sfiduese për ty në atë kohë, në atë periudhë pak para shpalljes pavarësisë. Po, sfida mund të ketë pas, ndoshta më shumë për presidentin që ka pas mbi supe përgjithësinë edhe të shpalljes, edhe të rrujtjes së fshehtësisë, edhe gjërave tjera për të siguruar që do të deklarohet pavarësia në atë formën siç është para pa. Po sfidat kanë qenë këto, ta zëm ti ke dashur me u taku me një përfaqësues një vendi, ai ty nuk të ka njoft, nuk të ka prit në takim, është dashur me qenë se s'kemi pas qasje në ndërtesë të OKB-s, është dashur takimet me zhvillu në për korridore. Gjitha këto kanë qenë sfida të asaj kohe, po tash natyrisht që Kosova është një pozicion më të mirë edhe me një qasje shumë më të madhe tek vende tjera. Si do t'ju përshkruanin miqt dhe kolegët tuaj kur bëhet fjalë për intelektualizmin tuaj? Kjo është pak e vështirë. Me tregu si të përshkruajnë. Po, ndoshta s'ka të bëj shumë me aspektin intelektual, po kështu më përshkruajnë njerëzit tjerë, të qetë, të etur për të mësuar gjëra të reja. Base jo me thjeshtësi, po të përgatitur për të diskutuar rreth temave të ndryshme. Me prirje për të provu gjëra të reja, ta zëm kujtohet jam mundu të merrem me sporte të ndryshme gjithë jetës time, po kujtohet që ka pas disa raste kur kam provu një sport të ri. Për shembull, kam provu kërcimin për së gjati, sa isha në shkollën e mesme, që ka ndodhur në Amerikë. Edhe erdh profesori matematikës që ishte trajner i atletikës edhe më thotë, ku e ke bë këtë sport ti më herë? Thash unë se kam bë kur një jetën time, domethënë është hera e parë që po e provoj. Thotë është e pa shpjegueshme sa mirë e bën, ajo matej me sa gjatë ti kërceje në zallë. Edhe të njëjtën për atletik, vrapimin, e kisha shumë qef, vrapimin 100 metra me shpejtësi, edhe më thotë, ku e ke ushtru këtë? Thash, jo, këtë se kam ushtru, po në lagje, aty ku bëna janë dardani, kishim një parking me një, si me thanë, me një rreth, edhe aty luanim me bashkëmoshatarët e mi, vraponim, luanim shtafet, luanim gjana ndryshme. Kështu më shofi njerëzit që kam prirje mbase për të provu gjana të reja dhe për të pas sukses, ndoshta pse jo. Mirë, shumë interesant. Po sa guxon, deri ku guxon me eksploru Shqipja? Është pyetje shumë e mirë, nuk jam tip që e marr një rrugë ose rrezikoj shumë. Jo, duhet me qenë e bindun me veten time që për me e marr një hap të rëndësishëm, kështu që nuk është që kam një guxim shumë të madh. Po, kam një guxim mesatar, nëse mund të them, po që duhet jem e sigurt që
Kur e marr atë hap, atëherë ai do të jetë i Cili suksesshëm. është hapi më i rëndësishëm që e ke marrë në jetë që ka qenë edhe i rrezikshëm ta quaj në të njëjtën kohë? Deri tash. Hapa të rrezikshëm jam mundu me i ik. Hapave të rrezikshëm. Po kjo do të thotë, kur e ka marrë vendimin me shku në Amerikë për një vit, pa e ditë se ku po shkoj, pa e njoft shumë rrethin, familjen e tjerë. Për një moment kam mendu ndoshta se kam bë veprimin e mirë. Edhe më kujtohet i kisha këto vështirësitë, nuk ambientohesha në fillim, edhe i shkruaja email babit edhe nanës. Edhe nana më thoshte, kur kishim mundësi të flasim, se ato ishin telefonatat ishin të kufizume, edhe nana më thoshte, qofse dëshiron, kthehu. Edhe shpesh më thoshte, kthehu, nuk ke nevojë me qëndru. E babi më shkronte emaila gjatë, më thoshte, mos u kthe. Mos u kthe se mësohesh shumë shpejt edhe keme ma ditë për ndere. Tash unë i them, po, ke bo shumë mirë që s'm ke lanë me u kthy, sepse ato sfidat kanë qenë të kalueshme edhe s'kisha me ja fal vetës, ndoshta. Absolutisht. Po, e sfida tjetër ka qenë edhe në kuadër të studimeve doktoraturës, unë e kisha bursën për një vjet, vitin e parë, dhe pas çdo viti, në fund viti, u deshke me marr aprovimin, që mund të kalosh vitin tjetër dhe të vazhdoje bursan, po i kishim disa aprovime kështu gojore, jo të lehta, për të parë nëse do të vazhdon. E në fund të vitit dytë ka qenë më e vështira, aty ose ke kalu, ke vazhdu edhe 2 vite tjera, ose ke mbet mrapa. Unë kemi qenë 5 në grup, 4 kemi vazhdu, 1 ka mbet. Aty janë ndjesh shumë keq për atë shoqën time që nuk ka mujt me vazhdu, po vjen mirë që e shoh sot se ajo e ka pranu atë edhe sot është jashtëzakonisht e suksesshme në një vend të Bashkimit Evropian. Nuk është nga Kosova. Shumë e bukur si histori. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Tashme të parat e keni raundin e dytë. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmë bosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jepeni një shembull për ta thjeshtësuar. A je ndjerë ndonjëherë e zhvlerësuar në jetë? Po jam ndjerë. Edhe e keqja gjithë kësaj është që kam tendencë që këtë zhvlerësimin me përvetësu një farë forme, me kritiku vetën, që ndoshta faji mund të jetë te unë. Unë nuk besoj që është e keqe ta kërkosh fajin edhe te vetja, se gjithë mund bëjmë gabime. Po kam tendencë do të thotë me personalizu pak atë, ose kam pas më shumë në të kaluarën se sa tash, sepse përvoja po ti mëson disa gjëra, kështu që ka raste kur jam ndjerë e zhvlerësuar. Unë e përmend një rast në shkollë fillore ka qenë. Po e përmend si rast që natyrisht nuk është që diskutoj shumë, po kujtohet në shkollë, në klasën e 6, organizonin disa gara të matematikës. Unë matematikën e doja shumë. Edhe arritëm të jemi 2 finalist, unë edhe një djalë, kujtohet në atë kohë. Edhe vjen arsimtarja e matematikës edhe thot, ai ka fitu vendin e parë, thot, ti e dyta. Edhe unë kërkoj me e pa testin, tham, a ka mundësi ta shoh testin të lutem? Edhe thot, jo, testet i kemi shky. Wow. Aty jam ndje dëshpruar në atë kohë, në atë moshë. E tash ka munduar mund të bëj saj përket kësa. Unë nuk po them qaj nuk e ka marrë vendin e parë, ose nuk e kam dyshu asnjëherë, por kam pas dëshirë me e pa ku kam gabu. Ajo që ka munduam të bëj tash unë me fëmijët e mi, unë shoh i vlerësojnë mësimdhënësit të ndryshe, ai që jep më shumë detyra, ai që unë e vlerësoj shumë një mësimdhënës i cili ja zhvillon shumë ndjenjen e vetbesimit, edhe i krijon mundësi, hapësirë fëmijëve për me i vënë pa me shpreh veten pikërisht. Edhe këtë munduam ta bëj edhe unë me student. Ja, është zakonisht e bukur. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Sa shumë keni marrë përgjegjësinë për jetën tuaj? A do të ndryshoni të ndonjë gjë dhe në çfarë mënyre? Po të lidhen kartat se deri në këtë moment folje për përgjegjësinë që e ke ndaj vetës. Po, konsideroj që i ka marrë me shumë përgjegjësi, ndoshta edhe me më shumë se që është dashur. Edhe nganjëherë kur i krahasoj tash unë për shembull në moshën 17 vjeçare përfundova shkollën e mesme, fillova studimet, moshën 17 vjeçare, nganjëherë them, ndoshta është dashur pak me
me i marrë lanë vetëm gjanat. me u rritë. Po, pikrisht. Po. Pikrisht, jo, duhet me përfundu fakultetin, duhet me gjetë një vend punës, duhet me shku në studime tjera, master, shkova dhe master, duhet tash edhe diçka ma tutje. Kështu që i ka marrë gjanat mjaft me përgjithësi. A do të ndryshoje diçka në gjithë këtë rrugtim? U mendoj që çdo gjë që e kam bërë ja ka vlejt. Edhe ato gjëra që ndoshta nuk kanë funksionu, edhe ato ja kanë vlejt, sepse ajo që është rëndësishme është me provu, mos me të mbet me rak mas një kohë, kështu që unë them që në 90% të rasteve jam e kënaqur me zgjedhjet që i kam bërë. Mirë, shqipe përkundër gjitha angazhimeve akademike që ke, tani edhe në zyrën e kryeministrit, sa ka kohë për artin dhe sa është e lidhur me të, konkretisht me muzikën dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Muzikën e kam dash gjithmonë. Tash shoh nganjëherë ndoshta nuk kur hipin veturë dhe i çoj fëmijët në shkollë, më thot djali ose vajza, a bën me lshu këtë këngë. Edhe preferencat e tyne do të thot vazhdimisht i ndëgjoj, po e shoh që djali ka një preferencë si timën, edhe vjen mirë sepse s'po kam mundësi me i ndëgju unë preferencat e mia muzikore, se nuk po të vjen rradha, ose kur shiqojmë diçka në televizion, për shembull shumicën e kohës është varet prej dëshirave që i kanë ata, kështu që po më vjen mirë po arri me i ndëgju disa pikë muzikore, kështu që përndryshe kur vrapoj kam dëshirë shumë me dëgju muzikë gjatë gjithë kohës, një muzikë që është më ritmike dhe që motivon për Që të t'jep shumë adrenalin. Po, përndryshe sa i përket artit, unë nuk konsideroj që kam pas një lidhje kështu të përafërt me artin. Kam ditë vizatoj shumë mirë me laps, ndoshta, po ngjyrat jo, nuk i kam njoft shumë mirë, nuk kam ditë shumë mirë me zbërthy një diçka ndoshta në letër. Po e kam bashkëshortin i cili është shumë i apasionuar pas artit edhe veprave të artit, edhe i gjen aty këtu disa punime të cilat shpeshherë i sjell në shtëpi, edhe nganjëherë them ndalu se kemi mjaft, nuk kemi nevojë, gjithë artistë tonë, do të thotë artistë nga Kosova. Po e shoh që shtëpia duket ndryshe me gjithë ato piktura. Me shumë ngjyra. Mirë, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte në valët Radio Kosovës, meqense ta që nuk po ke shumë kohë, shumë mundësi me i dëgju dëshirat, sonte kemi një për ty. Ka një këngë cilën e dua shumë, gjuhën angleze është ajo, bile më kujtua, duke ardhur këtu në radion e juaj, më kujtua që kur kam qenë në emision, ma kam bërë të njëjtën pyetje dhe të njëjtën përgjigje e kam dhënë. Është kënga e U2 dhe Mary J. Blige, One, është një këngë që e dua shumë edhe mendoj që ka me vazhdu, ndoshta me i kalu edhe po trendet e kohës. Është një këngë që kthehem her pas here edhe ndëgjoj. Ta shohim tani raundi i tretë dhe i fundit se ku do të na çojë. Ai gati? Po. Hajde, si dhe një kartë nga e kaluara me të parat, Po, me të parat më lehtë. Çfarë ndjenjesh të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur rikthehesh dhe e kujton të kaluarën tënde, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vinë në mendje? Nga e gjithë e kaluara jote. Ndjenjat, mendimet. Po, kjo periudha sfidave, nëse do t'ja dalim si familje, nëse do t'ja dal personalisht, ti përfundoj studimet, nëse do t'ja dal ti kaloj provimet e tjerë. Këto janë disa prej ndjenjave që... Ndërkohë që bazu në krejt këto, cilat janë sot këshillat e tua që a jep fëmijëve të tu? Mendon që edhe ata duhet të stresohen dhe ta marrin jetën seriozisht siç e ke marrë ti në atë pjesë, apo janë këshilla që ta marrin më të thjeshtë? Unë kam dëshirë që ata natyrisht të marrin çdo hap me përkushtim të madh, por jo ta marrin një mos sukses të kohës si dështim. Asesi s'kisha dash t'i shoh që e marrin ashtu. Kështu që mundohem t'i inkurajoj ata të provojnë gjëra të ndryshme, të mos i sforcoj duke thënë duhet ta bësh këtë, duhet ta bësh këtë, duhet të luash këtë instrument, ose jo, do të t'i eksplorojnë dhe të shohin ku ata ndjehen më së miri me gjitha këto. Mendoj kjo është e rëndësishme, sepse mu ndoshta pse unë kam pas dëshirë të shkoj një vit shkollë të mesme, nuk do të thotë që fëmiu im ka me pas dëshirën e njëjtë dhe unë do ta mirë kuptoj edhe asesi nuk do të mundohem ta bind të shkoj edhe ai rrugëve të mia. Edhe këtë presion nuk e kemi pas asnjë si fëmijë nga prindërit, por në qoftë se ti ke shpreh dëshirë për të bërë diçka, atëherë ata janë mundu të bëjnë çmos për
për ta dhënë çat mundësi. Jashtëzakonisht e bukur. Çka thotë e tashmja në këtë pikë? Kjo qenë ka më e gjatë. Ndarja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person shpreh ekskluzivitetin e tij ose të saj, duke përjetuar botën vetëm në kategori të bardhëzi. Për shembull, një person është ose i mirë ose i keq. Ata kanë bërë gjithçka ose asgjë. Rrethonat janë ose ideale ose katastrofike. Kur dhe si e përdorin ndarjen si mekanizëm mbrojtës, jepeni një shembull. Unë nuk i shoh gjanat bardhëzi, ose mundohem mos me i pa gjanat bardhëzi, por nga njëherë ndoshta nuk ka mundësi tjetër dhe dush me u largu dhe me pranu që nuk po funksionon, ëh. Të them një angazhim që përmendëm më herët, në qoftë politik, qoftë kudo. Ti mundohesh dhe shef që nuk ka mundësi të realizohet ndoshta në atë moment, atëherë pranon edhe tërhiqesh. Kjo nuk do të thotë që ti heq dorë, nuk është asesi dorëheqje nga një dëshirë që e ke, po thjesht ndoshta rrethonat aktuale nuk janë të përshtatshme që ti me krye një punë siç ti e mendon. Ndoshta do të vinë mundësitë në të ardhmen kur ti mundesh me shpreh veten më mirë. A ka pasur raste në jetën e saj shqipja që është detyruar të ndajë gjërat ose rrugët me diçka, cilin ti e ke dashur shumë? Nuk kujtoj diçka të tillë. Nuk kujtoj diçka Ke pasur kaq ekstreme? Jo, fatmirësisht, se ndoshta ndonjëherë mund të jenë të dhimbshme, por fatmirësisht nuk mund të them që kam pas diçka të tillë. Mirë kur nuk kemi raste kaq ekstreme dhe natyrisht mund të balancojmë edhe momentet e ndryshme. Tashmë veç e more të fundit, që është e ardhmja. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Nëse mund t'i shkruani një letër dikujt për këtë dhe t'i tregoni gjithçka, kujt do t'i drejtohej letra dhe cili do t'i ishte mesazhi më i rëndësishëm? Përndryshe kjo është pyetja më e mirë e këtij emisioni. Roll Harry bie dikujt. Qenë kam me fat. Gjatë kohës sa kam qëndru në SBA për një vit në shkollën e mesme, unë kam qëndru me një familje amerikane dhe ende kemi lidhje me ta, por e kam zhvillu një lidhje shumë të afërt me një shoqe të asaj gruas e cila më ka strehu mu në shtëpi. Është një grua e cila si vjet ka mbush 84 vjeç. Unë e takova disa herë se erdhi në Kosovë kur u martova, erdhi edhe në disa raste tjerë, po tash nuk është mirë me shëndet. Edhe unë bëra qmos që vitin e kaluar, të shkojmë gjithë me familje, se nuk i kishte taku fëmijët asnjëherë, edhe shkuam, e takuam. Tash shëndeti është rëndu, kështu që sot unë do t'i dërgoja asaj një letër, edhe do ta falenderoja për shoqërinë që e ka mbajt, se ka qenë iniciative saj, dhe ajo është mundu shumë më shumë, ndoshta se që jam munduar, me rujt shoqërinë cilin e kemi. I shkruajmë njëra tjetrës her pas here emaila, shumë më pak ndëgjohemi në telefon, po uroj ta ketë shëndetin edhe t'jetoj edhe më gjatë. Edhe kam dëshirë ta shoh prapë. Përveç falënderimit, çka do t'i thuaje tjetër specifikisht? Një porositë, ndoshta? Do t'i thoja që nuk e di, kisha përshtypjen që edhe këtë përshtypje e kam që ajo më shef mu si të më kishte fëmijë të sajin. Edhe do t'i thosha që unë i kam prindrit natyrisht, po do t'i thosha që edhe ajo ka luajtur një rol të tillë në një situatë që ka qenë shumë e rëndësishme për mua, kështu që do t'i thosha që edhe ajo e ka përmbush, nëse unë mund ta kem përmbush këtë rol në raport me të, dhe ajo e ka përmbush në raport me mua, sepse më është gjetur në situata të vështira. Është e jashtëzakonshme kur kemi miq të tillë, të cilët edhe kalojnë vite e vite dhe prapë i konsiderojmë të njëjtë, sidomos kur na gjenden në rrethana të jashtëzakonshme. E dashur, ky është fundi i hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh dhe cili është reflektimi yt për veten tënde. Unë të falenderoj shumë. Me këto pyetje që mi bërëm, ke kthy në kohë shumë, me i kujtu disa gjana shumë bukra, edhe disa gjana që ndoshta i marrim si të zakonshme dhe nuk flasim për ato. Kështu që të falenderoj për hapësirën me u kthy në kohë edhe me i diskutu gjithë këto gjëra së bashku. Unë po ta kënaqësinë e veçantë me të pasonte në Junesha, të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë gjithashtu.
Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkë bisedim shumë të këndshëm me Shqipe Mjekiçin. Me mua Elvanën dhe njërin e tjetër bashkë takohemi javën tjetër. Qëndroni me ne dhe valët e Radio Kosovës.